Opozita ka nisur protestën përpara kryeministrisë. Mijëra njerëz janë grumbulluar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku sapo i është bashkuar kryedemokrati Berisha për të bërë dhënisjen zyrtare të saj. Edhe sot pritet i njëjti skenar, sikurse protestën e kaluar, ku pas fjalimeve të disa prej eksponentëve kryesor, disa orë qëndresme, episode të dhunshme edhe para kryeministrisë, edhe para parlamentit. Edhe pse policia nuk dha leje për protestën, blut janë të shumtë në numër për mbarvajtjen e saj. Akset përreth lokacionit të protestës janë të bllokuara, ndërsa edhe sot policia ka bërë gati gazin lotësielës, botet me ujë për shpërndarjen e protestuesve kur këta të fundit të nisin hedhjen e molotovëve. Edhe pak minuta përpara nisjes së protestës, Berisha e shfrytëzoi kohën për të bërë thirrjen e fundit ndaj demokratëve në ftesën për të rrëzuar diktatorin Edi Rama, siç e quan ai. Në një intervistë për Deutsche Welle, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, vlerësoi progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit, por theksoi se vendi ndodhet në një fazë kritike ku duhet të dëshmojë përparim real në themelore, sundimin e ligjit, drejtat themelore, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ai nënvizoi se hapja e kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian ishte arritje e rëndësishme, por tani kërkohet zbatimi konkret dhe transparenca, sidomos në menaxhimin e fondeve të BE-s. Lidhur me fondet i parë, Gonzato tha se pritet që qeveria shqiptare të garantojë mekanizma të fortë kontrolli për të rifilluar financimet. Sa i përket reformës në drejtësi, ai e vlerësoi pozitivisht punën e SPAK-ut në goditjen e krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta, duke theksuar se sulmet politike ndaj gjyqësorit janë shqetësuese. Mesazhi i tij për klasën politike ishte i qartë: bashkëpunim, respekt për opozitën dhe angazhim real në luftën kundër korrupsionit, si thelbësore për antarësim në Bashkimin Evropian. Mirë po duket se paralajmërimi më i nxehtë i tij ishte ai për qeverinë, referuar ndryshimeve ligjore të propozuara së fundmi për të shmangur pezullimin e qeverisë dhe jo vetëm nga masat e drejtësisë. Gonzato tha se Bashkimi Evropian po i monitoron me kujdes të gjitha lëvizjet dhe në fund do të flasë. Në sesionin të drejtat e njeriut si bazë për sigurinë në Asamblen Parlamentare të OSBE-s në Vjenë, kryetari i Partisë Demokratike Oerd Bylukbashi akuzoi qeverinë e Edi Ramës për korrupsion, bllokim të drejtësisë dhe ndikim të krimit të organizuar. Ai tha se zgjedhjet e 11 majit u shoqëruan me abuzim të pushtetit dhe burimeve publike. Sipas tij, raporti i Odirit theksoi mjegullimin e kufirit mes shtetit dhe partisë në pushtet, presion mbi votuesit, blerje vote dhe paragullsi serioze, si edhe përfshirje të krimit të organizuar në mbështetje të disa kandidatëve. Bylukbashi denoncoi edhe ndjekje penale të motivuara politikisht ndaj opozitës dhe përpjekje për të penguar prokurorët që hetojnë zyrtar të lartë. Sipas tij, këto zhvillime po thellojnë pakënaqësinë publike dhe rrezikojnë stabilitetin politik në Shqipëri. Ministrja e Brendshme Albana Koçiu njoftoi sot rritjen e re të pagave për rreth 720 punonjës të policisë së shtetit, kryesisht në strukturat me rrezikshmëri të lartë. Sipas saj, masa është propozuar për vitin 2026 dhe përfshin efektiv të Reneas, forcave kombëtare të sigurisë dhe strukturave operacionale. Qëllimi është shpërblimi i punonjësve që janë në vijën e parë për ballkrimit dhe ruajtja e efektivëve më të mirë në këto trupa. Me rritjen e re, paga e një inspektori në Renea arrin në 1600 euro, ndërsa për një drejtues shkon në 2300 euro. Në forcat operacionale, paga e inspektorit parashikohet 1200 euro, ndërsa e komisarit 1600 deri 1700 euro. Sipas Koçiut, kjo politik dëshmon mbështetjen konkrete ndaj policisë. Gjykata e posaçme e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar la sot në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për ish-deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Çyrbia, duke rrëzuar kërkesën e tij për shuarjen e saj. Çyrbia u akuzua nga SPAK për korrupsion aktiv zgjedhor, për krahjet e autorit të krimit dhe tregtimi i sekretit shtetëror. Hetimet e prokurorit Adnan Xholi zbuluan lidhje të thella mes politikës dhe krimit të organizuar, si dhe ndikimin e tyre në procesin zgjedhor, duke deformuar votën e lirë dhe sistemin demokratik. Në periudhën maj 2020-mars 2021, ish-deputeti përdori funksionin e tij për të siguruar të dhëna sekrete nga sistemi TIMS dhe drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, të cilat u transmetonte antarëve të grupeve kriminale, duke i ndihmuar ata të shmangnin arrestimin. Çyrbia u rizgjodh deputet në legjislaturën 2021-2025 dhe dorëzoi mandatin më 9 tetor 2024, pak ditë para arrestimit. Ai është dënuar më 3 nëntor të vitit kaluar me 3 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi ul në 2 vite.
Ditën e sotme, policia e shtetit zhvilloi një operacion në Fushkruj, ku sekuestruan një arsenal të madh armësh shpërthyese, armësh zjarri, municioni dhe lënë narkotike kanabis sativa të dyshuara në posedimin e Ylli Zallës, 49 vjeç, i shpallur në kërkim që nga nëntori i vitit kaluar për atentatin në Rinas ku u vra Gilmando Dani dhe shoqëruesi i tij Muçi Shaljani. Gjatë operacionit u sekuestruan mes të tjerash 24 kallope tritoli, 11 granata dore sulmuese, sasi lëndës shplasëse gati për shpërthim, 5 ndezës granata, 74 kapsola detonatore, 19 mbështjellje C4, 11 kallope dinamiti, 27 djegore, 3 armë zjarri, 2 silenciator, 9000 fishek, 6 kg kanabis sativa, uniforma policie dhe sende të tjera të kundralishme. Hetimet po vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe identifikimin e të tjerëve të përfshirë. Pas ditën e sotme, Tirana u trondit nga 2 ngjarje të rënda kriminale. Rreth orës 15:40 në rrugën Kongresi i Lushnjës, Egli Pashollari, 31 vjeç, u sulmua nga 3 persona, 2 djem dhe një vajzë, menjëherë pasi doli nga automjeti i tij. Gjatë përleshjes fizike, Gazmend Buçpapa e goditi Pashollarin me mjet prerës në shpinë. Ai u transportua në spital por humbi jetën gjatë rrugës. Policia ka identifikuar 3 të dyshuarit me mbiemrin Buçpapa nga Tropoja dhe po vijojnë hetimet për arrestimin e tyre. Vetëm 10 minuta më vonë, rreth orës 15:50, një tjetër konflikt ndodhi në rrugën e Kavajës pranë kompleksit Deliorgji. Si pasojë, 34 vjeçari Akil Koxhaxhiku u plagos me armë zjarri dhe u transportua menjëherë në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori i dyshuar është identifikuar si Besiam Ferazini, i cili dyshohet se ka pasur një lidhje me bashkëshorten e të plagosurit dhe pas një konflikti personal e ka qelluar atë me armë. Policia po punon për kapjen e autorit dhe përsërimin e plotë të rrethanave. Banorët e Gramzës protestuan ditën e sotme për gjendjen e amortizuar të rrugës që lidh fshatin me akset kryesore. Sipas tyre, një segment prej rreth 500 metrash është dëmtuar rënd dhe është bërë pothuajse i pakalueshëm, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke krijuar rrezik në raste emergjence. Në shenjë kundërshtimi, banorët bllokuan rrugën për rreth një orë dhe paralajmëruan për shkallëzim të protestave nëse nuk ka ndërhyrje konkrete. Ata kërkojnë asfaltim të plotë të segmentit problematik, duke theksuar se hedhja e çakullit është zgjidhje e përkohshme dhe jo efektive. Sipas banorëve, rruga përdoret gjerësisht edhe nga qytetarë të veriut dhe të Kosovës, ndaj situata konsiderohet emergjente. Kuvendi i Kosovës miratoi sot buxhetin për vitin 2026 me 62 vota pro dhe 32 kundër prej rreth 4 miliard eurosh. Ministri i Financave Kuran Murati kërkoi mbështetje vetëm për amendamentet me përkrahje të ministrisë dhe sqaroi se ligji është emergjent dhe do të rishikohet më vonë. Grupi multietnik dhe vetëvendosje mbështetën buxhetin dhe disa amendamentet për zgjedhura, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkoi bashkëpunim të qeverisë. Lidhja Demokratike kundërshtoi buxhetin për mungesë të përfshirjes së 21 amendamenteve të saj, ndërsa PDK troqi 32 amendamentet e propozuara për fshirje dhe rritjen e mbështetjes për ishkrerët e UÇK-s. Miratimi reflekton tensionet politike rreth prioriteteve të komuniteteve dhe qytetarëve në Kosovë. Në Washington DC u mbaj takimi i Bordit të Paqes një ditë më parë, mirëpo gjithçka ndodhi atje nuk është pritur mirë nga Beogradi. Takimi, sidomos ai i veçmas mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe presidentit amerikan Donald Trump nuk është pritur mirë nga mediat serbe. Të fundit kanë lëshuar sot një sër artikuj sulmi, sidomos ndaj presidentit Trump. Mediat serbe ironizojnë pretendimet e Trumpit për ndaljen e konfliktit dhe theksojnë mungesën e përfaqësuesve serb në këtë takim. Nga ana tjetër, këshilltari i presidentes Osmani, Kreshnik Çollaku, zbardhi këtë bisedë, duke thënë se ajo është fokusuar tek gjyqi në Hag ndaj shkrerëve të UÇK-s. Në kuadër të kësaj bisede, ai shprehet besim plot për lajme të mira në vijim. Perspektiva për përparim në bisedimet e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë mbetet e zbet, pavarësisht sinjaleve publike nga Kievi dhe Moska. Sipas analistëve, pengesa kryesore është refuzimi i Vladimir Putin për kompromis mbi objektivet strategjik me Moskën që kërkon lëshime të mëtejshme territoriale nga Ukraina. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov përjashtoi garancitë perëndimore të sigurisë për Kievin dhe kërkoi që çdo qeveri e ardhshme ukrainase të jetë miqësore ndaj Rusisë. Sipas Institute for the Study of War, këto qëndrime tregojnë se kërkesat e Kremlinit shkojnë për te largimit të presidentit Ukrainas. Ndërkohë, raportime nga The Wall Street Journal sugjerojnë se Volodymyr Zelensky ka pranuar në një takim privat se shanset për një marrëveshje të afërt janë minimale dhe se Ukraina duhet përgatitet për edhe 3 vite të tjera lufte mes pasigurisë për garanci të forta sigurie nga SBA.
Autoritetet britanike kanë lënë të lirë pas 12 orësh marrje në pyetje ish princin Andrew Mountbatten Windsor në ndyshimin për shpërdorim detyre duke i shitur informacione sekrete Jeffrey Epstein. Ai u mor në pyetje për ndarjen e materialeve konfidenciale dhe më pas u la i lirë, por hetimet për të do të vijojnë. Megjithatë, vetë ish princi Andrew ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje. Lajmi në fjalë ka shkaktuar reagime edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prej andej thuhet se Mbretëria e Bashkuar po vepron më vendosmërisht se administrata amerikane. Edhe ligjvënës amerikan kërkuan veprime nga Donald Trump dhe Shtëpia e Bardhë për të siguruar drejtësinë ndaj të mbijetuarve të krimeve të Epstein. Dokumentet të Departamentit Amerikan të Drejtësisë tregojnë se emri Andrew ka qenë në vëzhgim për 15 vite. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 2 aeroplan mbajtëse, përkatësisht Gerald Ford dhe Abraham Lincoln, së bashku me 10 avion F-35, F-22 dhe avion zbulimi në detin arabik pranë Iranit, një nga grumbullimet më të mëdha ushtarake amerikane në vitet e fundit. Ky veprim shërben si demonstrim force dhe presion maksimal për një marrëveshje tre bërthamore me afat 10-15 ditor vendosur nga Donald Trump. Mesazhi është i qartë: ose arrihet marrëveshje, ose do të ketë pasoja serioze. Grumbullimi ushtarak synon kontroll detar, goditje ajrore të thella dhe sinjal të fortë për aleatët rajonal. Por çdo incident mund të çojë në përshkallëzim të pakontrolluar. Irani ka paralajmëruar për përgjigjet menjëhershme, ndërsa Rusia ka bërthirrje për përmbajtje. Një përshkallëzim i kësaj krize do të ndikonte në tregjet e energjisë, rrugët detare dhe sigurinë globale, duke ndryshuar prioritetet e NATO-s dhe rritur presionin mbi vendet e vogla përfshir Ballkanin. Mesazhi amerikan është i qartë: diplomacia po shkon drejt fundit të presionit maksimal dhe çdo vonesë mund të çojë në një përplasje serioze ushtarake.